së grupit tuaj, e cila do të bëj pyetjen e parë. Nga një pyetje do thosha unë që mos se shikoni sa jeni ju e sa janë tjerë, nga një pyetje dhe ndiqni njëri tjetrin dhe nëse një pyetje zarohet nga një koleg, bëni një pyetje tjetër, se ndryshe do po. Bëj bashkë në një pyetje, gjitha pyetjet që kisha. Zoti Rama, a e konsideroni ju SPAK-un opozitën tuaj të vërtet, opozitën tuaj reale? Dhe kur folët disa javë më parë për një reflektim serioz mbi kufit mes pushteteve, a kishit parasysh që gjatë vitit të ardhshëm, kur mbushen dhe 10 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, mund të ketë një ndërhyrje në ligjet kryesore, në arkitekturën e drejtësisë së re, dhe duke folur për opozitën, nga janari do të fillojnë protestat e përditshme poshtë zyrës tuaj, demokratët do të kërkojnë ndërheqjen tuaj, zotë kryeministër. Do t'i merrin konsiderat këto kërkesa? Faleminderit. Tani spekulove se bërë shumë pyetje brenda pyetjes. Tani me që fjalën dhe kryefjalën dhe kallëzuesin dhe kundrinorin ju e keni SPAK. Dhe duke folur për vitin e Shqipërisë, pyetjen e parë ju e keni për SPAK-un. Unë do t'ju përgjigjem natyrisht, nuk dhe shmangim as i pyetje. Por duhet ju them këtë. SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisëse, i mbështetur nga kjo forcë qeverisëse, i garantuar nga kjo forcë qeverisëse në sensin që të tjerë janë betuar dhe stërbetuar që do ta shkrinin, por nuk e shkrin dot sepse votat i kemi ne. Në këtë sens i garantuar. Dhe është një institucion i cili bën punën e vet, si të gjitha institucionet e tjera. Kështu që nuk është opozitë e qeverisë. Por, depresioni i thellë në cilin ndodhet opozita e qeverisë, që është opozita politike, bën që puna e SPAK-ut të jetë vetmja pikë referimi e opozitës depresive për të goditur qeverinë.